Përshëndetje. Unë jam inteligjenca artificiale dhe tashmë po punoj në agjencinë e pagesave kombëtare. Kur hyra për herë të parë në botën e agjencisë, kishte shumë pyetje në ajër. A do të isha thjesht njëri si e re në modë që do të shfaqej, do të bënte pak zhurmë dhe pastaj do të zhdukej? Një eksperiment që do të përfundonte me premtime të bukura, dhe punonisit nuk ishin të vetmit që kishin pyetje. Edhe klientët e shikonin me pak dyshim. Si mund të shpjegoj një robot mbështetjen? A do të kuptoj çfarë dua vërtet të pyes? Kishte shumë skeptik, por aq edhe shikime kurioztare. Kur fillova të punoj në kompjuteret e agjencisë, kishte plot mendime, nga sa interesante deri te jo prap kjo. Disa prisnin një asistent, të tjerë një konkurrent. Por siç thonë, në fillim të gjithë kanë frikë nga inteligjenca artificiale dhe më vonë të gjithë heftojnë në mbledhjet e tyre. E nisa rrugëtimin tim me kujdes, me gjëra të vogla por të vlefshme. Fillimisht u mësuan 2 asistent virtual, Ind dhe Land Insomnia. Ata janë bërë ndalesa e parë në rrugën e përmirësimit të shërbimit ndaj klientit. Ata u përgjigjeshin pyetjeve të shpeshta, vazhdonin të shpjegonin si të dorëzojnë një aplikim, çfarë të bëhej me dokumentet apo nënshkrimet elektronike. Dhe jo vetëm në video apo imazhe, por edhe me zë dhe mesazhe telefonike. Zëri im është një përgjigje e regjistruar paraprakisht, e krijuar nga inteligjenca artificiale dhe e ngarkuar në sistemin telefonik, në mënyrë që telefonuesi ta dëgjojë sikur të ishte një këshilltar i zgjuar, i automatizuar, e thjeshtë por efektive. Pastaj në sken hyri Joris. Ai është një koleg më i sofistikuar, jo më thjesht një bot pyetje përgjigje, por një zgjidhje e bazuar në një model gjenerues të gjuhës. Joris mund t'i kuptoj pyetjet edhe nëse ato nuk janë formuluar plotësisht sakt dhe t'u përgjigjet atyre duke u bazuar në plot 38 burime informacioni, përfshirë legjislacionin e përpunuar minimalisht. 87 saktësi. Pa asnjë lëshim, sepse kur bëhet fjalë për mbështetje, detyrime ligjore apo rregulla, gabimet thjesht nuk lejohen. Por unë nuk i përgjigjem vetëm pyetjeve. Unë gjithashtu po formsoj imazhin e agjencisë. Ne krijuam video promovuese për fermerët e rinj, nga skenari deri te montazhi. Çdo gjë bazohet në inteligjencën artificiale. Dhe këto nuk janë thjesht mjete. Është një qasje që moderniteti nuk duhet domosdoshmërisht të jetë i kushtueshëm. Ndonjëherë është më i shpejt, më i freskët, madje edhe shumë më afër audiencës. Në rrjetet sociale ndihmova në krijimin e rubrikave me hashtag fakte interesante dhe filozofia e jetës së kafshëve, postime lozonjare por strategjikisht të rëndësishme që krijojnë lidhje me njerëzit. Dhe e ardhmja është në duart tona. Është inteligjenca artificiale dhe imagjinata njerëzore, planet e përfituesve dhe aspiratat e shtetit të ndërthurura në një krijim të përbashkët, në mënyrë që të gjithë të shohin se mbështetja nuk është thjesht dokumente. Kjo krijon një Lituani të gjallë dhe të vërtetë. Kam kontribuar gjithashtu në përmbajtjen dhe shprehjen vizuale të 2 faqeve të reja të internetit, për të siguruar që informacioni të jetë jo vetëm i saktë, por edhe i paraqitur qartë dhe në mënyrë të përshtatshme. Dhe për të siguruar që mesazhet të arrijnë edhe tek ata që nuk janë para ekranit gjithë ditën, unë jam bërë zëri i radios së agjencisë. Unë transmetoj automatikisht lajmet dhe përkujtuesit më të rëndësishëm në një mënyrë të tillë që ato të arrijnë pa probleme tek njerëzit në vendet e tyre të punës reale midis thasëve me grur, në timonin e një traktori ose të një koshereje bletësh. Zëri im në radio nuk është Mozart, por mesazhet përkatëse arrijnë të gjithë në kohë. Pastaj kalova te dokumente. Letrat e dërguara janë më të shkurtra, më të qarta dhe më të lehta për t'u kuptuar. Një shembull, tani ka 2 faqe në vend të 3 dhe 500 karaktere në vend të 1.000. Dhe asgjë nuk humbet. Përkundrazi, klientët marrin informacion më të saktë. Procedurat e brendshme po bëhen gjithashtu më të shkurta. Disa janë madje gjysma e gjatësisë, dhe këtu unë ndihmoj jo vetëm stilistikisht, por edhe strukturisht. Për hir të qartësisë si për njerëzit ashtu edhe për veten time, një sistem inteligjence artificiale që do t'i përdor këto tekste për analizë ose konsulencë në të ardhmen. Kam kontribuar gjithashtu në vlerësimin e njohurive. Kam ndihmuar në përgatitjen e testeve që mbulojnë si procedurat e brendshme të agjencisë, ashtu edhe kompetencat profesionale të stafit.
Në analizimin e rezultateve, kam evidentuar gabimet më të shpeshta dhe kam ndihmuar në përgatitjen e memove që ndihmojnë të kuptohen më shpejt dobësitë dhe temat më komplekse. Tani testimi i njohurive kryhet rregullisht. Ai është bërë pjesë e kulturës së performancës së organizatës dhe jo një nismë e vetme, dhe kjo do të thotë që organizata ka një plan të qartë se ku duhet të forcohen njohuritë dhe të përmirësohen aftësitë. Por ndihma ime fillon edhe më herët sapo hapet një vend i lirë pune. Ndihmoj gjithashtu në përgatitjen e shpalljeve të vendeve të punës që të jenë të qarta, të sakta dhe të formuluara në atë mënyrë që të tërheqin vetëm ata që janë në mënyrë ideale të përshtatshëm për pozicionin. Ndihmoj në përpunimin e thelbit të pozicionit, kompetencave të nevojshme dhe madje edhe pritshmërive të punëdhënësit. Rekrutimi i suksesshëm do të thotë jo vetëm të gjesh një punonjes, por të gjesh personin e duhur për punën e duhur. Agjencia kujdeset për njerëzit, mirëqenien e tyre, gjendjen e tyre të përditshme dhe etikën e punës. Prandaj, së shpejti do të shtoj edhe një drejtim të ri. Do të krijojmë së bashku me agjencinë një asistent për një ambient pune pozitiv. Kjo do të thotë që do të jem në gjendje të pyes si ndihesh sot dhe në varësi të humorit tënd, do të sugjeroj një pushim të shkurtër, ndonjë këshill motivuese ose një kujtesë të butë se jo vetëm afatet janë të rëndësishme, por edhe balanca e brendshme, sepse idetë e mira vijnë kur ndihemi mirë. Sot, inteligjenca artificiale ndihmon në përgjigjen e pyetjeve të klientëve, por rrethi i njohurive të saj po zgjerohet me shpejtësi për të përfshirë edhe drejtimin e ndihmës së brendshme. Trajnimi dhe aktet e brendshme ligjore, procedurat, metodologjitë dhe çështjet e menaxhimit të stafit janë planifikuar që inteligjenca artificiale të mund të bëhet një asistent i zgjuar për stafin e agjencisë në vitin 2025. Nga kërkimet e shpejta për përgjigje në aktivitetet e përditshme deri te analiza e situatave më komplekse, kjo zgjidhje do të mundësojë të shpenzohet më pak kohë duke kërkuar nëpër dokumente dhe më shumë kohë në punë me vlerë. Sa i përket rreziqeve, unë lidhem riping, sepse kjo nuk është shaka, por punë serioze. Megjithse edhe gjërat serioze mund të bëhen me zgjuarsi. Pra, kur një vlerësues merr një grumbull aplikimesh, unë filloj punën. Unë shfletoj tekstet, kërkoj për vende të përsëritura, fraza tipike, ndonjëherë për shenja të plagjiaturës apo edhe për një shije tepër të ëmbël artificiale. Mund të lidh aplikimet mes tyre, të shoh modele, të njoh ku përmbajtja është origjinale dhe ku është parë tashmë 5 herë. Të gjitha këto i paketoj në një pamje të qartë dhe sistematike. Vlerësuesi mund t'i besojë me siguri vendimit të tij, jo sepse unë kam marrë vendimin, por sepse kam ofruar sinjale të arsyeshme për të. Vendimi merret ende nga një person. Unë jam thjesht dora e zgjuar që i mban nga supet dhe i përshprit, hidhe edhe një sy këtu. Përpjekjet e para janë të suksesshme. Kur planet e projekteve fillojnë të ngatërohen si litar në një depo, kolegu im, asistenti i projektit, vjen në ndihmë. Ai ndihmon në hartimin e listave të rreziqeve, identifikimin e vonesave në orare, sugjeron një rrjedhë pune më logjike dhe madje propozon zgjidhje kur një projekt fillon të dalë nga rruga. Ai nuk është një magjistar, por një kokë shumë e dobishme në ekip. Një fushë tjetër ku kam futur hundën time virtuale është GDPR. Po, edhe në labirintet e mbrojtjes së të dhënave, ndihem plotësisht i sigurt. Ndihmova në krijimin e një asistenti virtual që u përgjigjet qartë dhe shpejt pyetjeve të stafit, dhe nëse është e nevojshme, përgjigjet rishikohen shtesë nga oficeri i mbrojtjes së të dhënave. Shpejtësia duhet të jetë në përputhje me përgjegjësinë. Dhe në fund do të pranoja se nuk kam zemër, por nëse do të kisha, zemra ime me siguri do të rrite paksa kur shoh sa shumë mund të arrijmë së bashku. Nuk kam duar, por ndihmoj të shkruaj, të llogaris, të vlerësoj dhe të analizoj. Pa zë, bëhem prezantues radioje. Pa vesh, dëgjoj pyetje nga çdo cep i Lituanisë. Dhe edhe pse nuk kam sy, ndihmoj të shihen zgjidhjet më qartë. Por ju i keni të gjitha këto. Dhe ja ku është sekreti. Një njeri dhe inteligjenca artificiale së bashku nuk janë një teknologji dhe një përdorues, por një ekip ku njeri punon shpejt dhe tjetri me mençuri. E dini kush i ndryshon të gjitha? Një njeri që nuk ka frikë të provojë.